Aktualiteti unë i sotshëm është çështja e 10 netëve të fundit Ramazanit, sepse sot është dita 20 e Ramazanit. Me perëndimin e diellit futet nota 21 prej netëve të Ramazanit. Nota 21 është nota e parë tek në Ramazan. Nota e kadrit, e cila është më e mirë se 1 muaj, kërkohet pikërisht në 10 netët e fundit tek të Ramazanit. Kur ta shikojsh, nëse e llogarit me këtë parim, i bie që vetëm 5 net ta kërkojsh notën e kadrit, notën e 21, notën e 23, notën e 25, notën e 27 e 29. Po e kërkon vetëm për 5 ditë një natë që është më mirë se 1 muaj, një natë që është më mirë se 83 vite, plota jetë. Imagjinoj Allah i Madhëshëm për këtë natë ka zbrit sure veçantë, në cilën i Madhëshmi thot: Inna anzalnahu fi lejlatil qadr. Ne e kemi zbrit Kur'anin në natën e kadrit. Ç'të bëri ty të dish se çfarë është nata e kadrit. Nata e kadrit është më e mirë se 1 muaj. Në atë natë zbresin melaqet dhe Xhibrili për çdo çështje, me lejen e Zotit tyre, dhe aja natë është paqe deri në agim. Por kjo natë është madhështore, se Zoti i Madhëshëm për nder të kësaj nate po e zbret ushtrinë e tij në tokë. Melaqet janë ushtria e Zotit. E keni parasysh mbretat kur në ndonjë ditë e veçantë e qesin, bëjnë parada ushtaroke. E a Zoti ta kanë shembullin më i lartë, për nder të kësaj nate i zbret melaqet. Aq shumë melaqe zbresin sa që e përfshin tokën. Dhe vetë Xhibrili zbren këtë natë, që është melaqja më e vlefshme. Pra është natë shumë madhështore, natë shumë e bereqetshme. Dhe me çfarë dallohet kjo natë? Kur ta shikojsh kjo natë, profeti alayhis salatu wassalam ka thonë: men qama lejlatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai që falet natën e kadrit me besim dhe duke llogarisht problem, i falen mëkatet e kaluara. Prandaj ajo që i propozoj njerëzit është që të fokusohen vetëm në namaz, në asgjë tjetër. Se për këtë ka argument. Pra prej namazit jacis e deri me tutje, vetëm namaz fokusoje. Mënyra e arritjes natës kadrit është në 4 forma. Forma më e lartë është me u fal të natën. Kjo është mënyra më e mirë. Do thotë, kur themi të natën është pjesën më të madhe, prej jacis e deri pak para syfyrit. Kjo është mënyra më e mirë me arrit natën e kadrit. Mënyra e dytë është me fal taravit dhe me fal namazin e natës. Pastaj mënyra e tretë është me fal vetëm namazin e natës, ndërsa mënyra e katërt është vetëm taravit. E mënyra e pestë është asnjënën dhe me ngel me duar bashkë. Kështu që ju parasis që këto 10 net e fundit ti shfrytëzoni. Këto janë pjesa e fundit e garave. Si që dim, maratonistat në fund të garës ata e shtojnë intensitetin, e shtojnë vullnetin, dhe nuk ja vlen me humb këtë shansë as të madhe. Shikoni, na jemi përveç që bëjmë tregtit kësaj bote, duhet me bëjë tregtit botës tjetër. Duhet me bëjë tregtit botës tjetër sepse shikoj, kjo është sezona, kjo është sezona e sevapeve. Tregtarët nëse e din që me një sezon kanë shumë fitime të mëdha, nuk e lanë asnjëherë atë. E çka është që kjo është sezon që më mirë se 83 vjet nuk ja vlen me të ikë o Rabi Allah. Prandaj për këtë arsye profeti alayhis salam thotë: në Ramazan është një natë që është më mirë se 1 muaj, kush privohet prej të mirat saj, ai është i privuari. Rekomandohet që në këtë natë të lutemi Allahut duke kërku falje për ti, ta themi atë lutjen që e ka mësuar profeti alayhis salam Aishës: Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti e false, dën faljen, më fal mua. Përveç kësaj të lutemi për çfarë do që kemi nevojë në sejdë në veçantë dhe në çdo gjendje, të lutemi Allahut, të shprehim dashurinë ndaj tij, për mallim ndaj tij, të shpresojmë mëshirën e tij, të friksohemi dënimin e tij, se kjo është rruga e drejtë.